Ne kemi një vedije shumë të ngritur sa i përket kujdesit për pronën private, pra i mbajmë shumë mirë shtëpijat, vetën, pronat tona që i kemë private, mirë, po sa po dalim në atë që nuk është e jona, pra që është e shtetit, nëse mund të quaj kështu si që quaj një pjesë e madhe, atëherë këtu nuk ka asnjë kujdes. Përndryshe, kisha me thonë ka sjellje armiqësore, pra duke po se çfarë ndotje i bëjmë këtyre hapësirave. Pra nuk është as edhe një hapësirë publike e cila është e mirëmbajtur ose e pastër. Pra pjesë e madhe e qytetarëve janë të pavetëdijshëm dhe të papërgjegjshëm. Po në anën tjetër nuk përjashtohet as pak roli i atyre që janë pronar ligjor ose përgjegjës për të ruajtur këto prona. Pra pronar ligjor e shteti, i cili duhet të ndërmerr masa që t'i parandaloj këto ndotje. Ka vite që kërkojmë një angazhim shtesë, për shembull në Badovc nuk është asnjë kompani që merret me mirëmbajtjen e saj, pra rujtjen e kësaj hapësire. E njëjta situatë është edhe në parqe nacionale, pra pothuajse gjithandej mungon kujdesi, kështu që është një faj kolektiv, kisha me thonë, mirë po absolutisht e papranueshme është që institucionet që janë përgjegjëse për rujtjen e këtyre zonave rrinë kaq neglizhente. Çfarë mund të themi do të ngriste vedijen, rregulla më të mira, dënime themi më tashpra për ndotësit e ambientit, çfarë mund ta përmirësonte situatën në të cilën jemi sipas jush? Po janë disa faktorë në fakt. Së pari normalisht është zbatimi i ligjeve. Kosova ka prodhuar një kuadër ligjor jashtëzakonisht mirë, pra shumica është pothuajse e adoptuar me direktivat e Bashkimit Evropian, pra kemi ligj i cili ndalon dhe dënon hudhjen e mbeturinave që nga filtri i cigares e tutje. Mandej ka shumë rregullore, ka shumë strategji udhëzime administrative të cilat e rregullojnë këtë çështje, por problemi kryesor është zbatimi i tyre, pra institucionet po dështojnë të zbatojnë. Pra ka numër të vogël të inspektorëve, në shumë komuna s'ka inspektor fare. Mandej ka vite që kërkojnë për shembull policinë e Gjelbër, e cila kishte qenë jashtëzakonisht e rëndësishme për mirëmbajtjen e këtyre zonave, pra duke pse jo gjobitur ata të cilët i bëjnë këto veprime të papërgjegjshme. Po në anën tjetër është shumë e rëndësishme edhe investimi, pra në këto zona, për shembull në tërë këtë zonë të Badovcit, ne nuk e shohim as edhe një shport. Pothuajse njëjtë është situata në çdo hapësirë publike, pra shohim mungesë të shportave në për zonat e frekuentuara edhe në brenda vetë qyteteve, pra të fillu prej Prishtinës e tutje. Pra duhet të ketë investime shumë të mëdha në këtë fushë. Sidomos Ministria e Mjedisit ka një rol të rëndësishëm dhe do duhet bën të shumë më shumë, pra që nga krijimi i ekofondit për shembull, ka vite që është premtuar që do bëhet ekofondi, që qytetarët që paguajnë në emër të ndotjes, qoftë me regjistrimin e makinave, qoftë me pagesa tjera që i bëjmë neve për mjedisin, pse ato mjetet e mos kthehen mandej investime në mjedis. Pra është absolutisht jam i bindur që mungon vullneti politik për ta zgjidhur këtë problematikë.